Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me përgatit pitolkat zeta për iftar që bashkë ju kënaqin. Krejt që kanë nevojitën për përgatitjen e brumit janë 1 kg, pra 1 kg e 400 gram me miell, 350 ml me ujë të ngrohtë, 350 ml qumësht të ngrohtë, 1 filxhan të kafës, tikun 50 ml me vaj, 1 vezë, 1 lugë të gjellës pra me sheqer, 1 lugë të gjellës edhe pak, pra gjysmën me krep, 1 katror që është e gjysëm me moja të bukës të frest, ose 1 paqet e gjys, pra moja të bukës që është pluhur. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti ngrohtë shtojna moja të bukës të frest. Shtojna vajin tek mielli, kripën, sheqerin, ujin e ngrohtë, 1 vezë shtojna prapë te mielli, përzina derisa të krepet moja e bukës dhe kripa sheqeri. Pas sheqerin krepër moja e bukës, kripa sheqeri, bismillah, hedhëm të gjitha te mielli, pra në mikser e përzina brumin, ose me mikser, ose si gjithmonë me duar, s'ka lidhe se. Tash marrim pak miell, qesim tek drasa edhe bismillah e hedhim edhe brumin e ngjeshim pak me duar, një brum i butë, një brum që ngjitet, pra siç po shihni për duarve. Masi e ngjeshim e qesim në një enë, e mbulojna me folje nylon edhe lana për 1 orë që të dyfishohen pra pitolkat. Tash e qesim brumin pra në një enë. E mbulojna dhe lona pra për 1 orë që të dyfishohet. Pas 1 orë tash ja largojna pra edhe foljen nylon, pitolka dhe brumit që është dyfishu për 1 orë dhe bismillah e qesim mbi drast të kuzhinës, ku e kemi qitë edhe pak miell pra. Brumi but, fantastik, si që pëshin. Tash i ndojna me njëherë edhe pitolkat. I rrogullisim edhe kulesht pra pitolkave në pak miell, sikurse e pite dhe i lojna prap onësh. Me njëherë e morëm një trulluse edhe i trullojna kështu nga pak pitolkat. Edhe i lojna onësh, pra gjitha i trullojna me trulluse, jo dhe shumë të mdhoja, pra në këtë masi. I kemi qitë edhe pitolkat pra në tëpsia, në anën tjetër e kom përzi pra 1 kusht vezë edhe me qumsht. Nuk i kom lona as pak me pushu, veç derisa e kom përzi pra të kusht vezë me pak qumsht, mandej për mi qesim po atë susomit edhe me njëherë i fusim pitolkat në furrën e nxehur, temperaturë 250 gradë që të pjekën. Qesim pra dhe farat e susomit edhe me njëherë fusim që të pjekën pra pitolkat. Edhe kështu duken pitolkat, i kom pjek në temperaturë 250 gradë për 13 minuta, 12 minuta mas shumë ti, s'keni nevoj ma shumë, dalin të buta pa mok. Se që përshifne mishin në anën tjetër, se s'kom qemi përzi vedet, mishërizin në anën tjetër, salat shope, speca me ajk që i kom përgadit, speca me hudhër, pitolkat,
Tom Lëreze kom postu recetën, bismillah, hurme, kështu që na beft mirë iftari jon e juve, po ashtu nëse e përgatitni një ide kur keni po ashtu dhe mysafir, të ftuar një kënaq. Ju përshëndes përzemërsisht, Allah na pranoft agjerimin, luktjet tona deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nerit ju them, miru pafshim.